Shefi NATO-s ndodhet tashmë në Kosovë, Mark Rutte, ju e shikoni më shumë si mbështetje për KFOR-in, për sigurinë rajonale, për Kosovën, apo edhe ajo që thatë më lart, që dhe skenar të mundshëm për t'i parandaluar? Po gjitha këto përfshirë se bazohemi fakti që ai po i viziton vetëm Kosovën, vetëm Bosnën dje dhe Kosovën sot, tregon që në lexime strategjike të aleancës më të fuqishme veriatlantike, siç është NATO, këto dy shtete mund të jenë vatrat më fragjile sa i përket sigurisë në rajon. Mesazhet në Bosnë ishin të qarta se NATO mbetet të përkushtuar për ta garantuar marrëveshjen e Daytonit, atë që është arritur sa i përket sigurisë në këto dekada. Jam i bindur që mesazhet e tilla do transmetohen edhe në Kosovë, por shto edhe faktin se Kosova ndodhet në një situatë pas zgjedhore dhe kur ende nuk ndodhemi ka paqartësi sa i përket mënyrës se si do të krijohen të institucionet e reja qeveritare, si do të krijohet qeveria, pushteti i ri pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Dhe ka qenë një deklaratë shumë indikative, e cila është dhënë një ditë apo dy, nuk më kujtohet saktë, pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë me 9 shkurt, kur zoti Ruti kishte deklaruar duket që qytetarët e Kosovës kësaj here votuan për një qeveri të koalicionit dhe jo sipas modelit i cili ka dominuar në këtë mandat i cili ka përfunduar në mandatin 4 vjeçar, kur qeverinë thuajse kishte udhëhequr vetëm me lëvizja vetëvendosje. Ato diskutohen edhe tema të këtilla mbetet të shihet, por në bindjen dhe përshtypjen time, duke i marrë në konsiderat të gjitha këto deklarime, jam i bindur se një çështje e tillë do të diskutohet me aktorë të relevant politik për ta stimuluar që partitë politike ta gjejnë një gjumë në mënyrë që të mos humbet kohë dhe sa më shpejt të krijohen institucionet e reja dhe që Kosova të jetë e gatshme për tu përballur me situatën në të cilën me obligimet dhe detyrimet që i ka dhe me situatën në cilën po kalon jo vetëm shteti ynë, por edhe rajonin në përgjithësi dhe kontinenti. Rutte do një qeveri të koalicionit, por në gjykimin tuaj si do mbyllet e gjitha kjo histori? Do kemi një qeveri koalicioni, një qeveri të prisht me numra me 61, vetëm me paketat, apo nuk do të jetë të parakoshme, apo do jetë opozita që do ta marrë timonin? Tash gjithë skenarët thuajse janë në tavolinë, mund të ketë qeveri të udhëhequr vetëm nga lëvizja vetëvendosje, mirë po lëvizja vetëvendosje ka një pengesë politike në këtë drejtim, sepse sipas numrave aktual ajo i ka 48 deputet plus 10 nga partitë minoritare jo serbe dhe që nuk mund ta arrijë qelsin magjik për gjatë një numrave. Pa e ka edhe një nëse certifikohet edhe një të ish ministri Nenad Rashić, por që përsëri nuk mund ta arrijë qelsin magjik të 60 numrave pa listën serbe, e cila është fituese më e madhe, është fituese thuajse gati absolute e zgjedhjeve në komuniteti serb. Vetëvendosja ka pas premtim elektoral se këtë gjë se misioni i saj politik do të mbetet pikërisht çlirimi i institucioneve të Kosovës nga ndikimi i listës serbe, sepse ata e konsideron si instrument politik të Vučićit në Kosovë. Por unë jam i bindur që në këtë drejtim zoti Rutte do të diskutojë edhe me kryeministrin Kurti edhe me presidentin Osmani, sepse fakti që takohet vetëm me këta dy lider, që klasa politike në Kosovë të sillet në mënyrë paksa më të përgjithshme që ta ketë në konsiderat forcën kryesore politike, legjitime përfaqësuese të serbëve të Kosovës, sepse ne ndodhemi, siç e dimë, në komunat veriore ku kemi një pushtet në kuptimin legal, po të fjalës, por me legjitimitet të cunguar politik. Dhe në atë situatë kur serbët e Kosovës nuk kanë përfaqësues politik as në nivel komunal dhe mund të krijohet një situatë që mund mos kenë as në nivel qendror, atëherë ky është një realitet që jam i bindur që nuk do të gjejë mirë kuptim te bashkësia ndërkombëtare. Dhe kjo çështje do të adresohet krahas çështjeve të tjera të sigurisë të përkushtimit të NATO-s në funksion të garantimit të stabilitetit në Kosovë.